Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. E marta e Prajmit. E marta e Prajmit është dita ku banorët mundohen që të kapen në çdo fjalë të thënë, të krijojnë në çdo debat, të ngjallin çdo diskutim, qoftë të kthejnë edhe gjërat e vjetra vetëm e vetëm për të arritur që të dalin në Prime. Prime është shumë i rëndësishëm për këta banorë, domethënë Prime është gjithçka. Çfarë po ndodh? Akoma pa hapur mirë syt, domethënë ato banorët, Rogerti u kap pas një fjale që Selin ja tha. Më vjen shumë keq realisht. Kur televizioni Top Channel dhe ky format kaq i madh Big Brotheri promovojnë urrëtitjen ndaj religionit, domethënë ndaj fesë, qoftë muslimane, qoftë katolike, qoftë ortodokse, apo promovojnë ndarësinë dhe luajnë me fen, mua kjo gjë nuk më duket fare, po fare e bukur. Në vend që këto të jenë një shembull që duhet të promovojnë bashkimin, duhet të promovojnë dashurinë për njëri tjetrin, pa marrë parasysh se çfarë feje i takojmë, pa marrë parasysh se cilit besimi jemi, këto po bëjnë namin duke ofenduar, duke denigruar njëri tjetrin, pse ti mua më quajte o kryqi. Tani, Selin ditën e sotme e ka quajtur Rogertin o kryqi në momentin që Rogerti e ka bërë kryqin në dhomën e gjumit. Unë e kuptoj që Rogerti është një katolik i flakt dhe për këtë gjë respekte. Çdo njeri në besimin e tij është i flakt, si ai në të vetin, si ne të tjerët në tonin, por ta përdorësh kaq shumë, se u pa qartë azi më. Nuk është se nuk u pa, ta përdorësh kaq shumë këtë gjën, vetëm e vetëm ta ngresh diskutim për ta nxjerrë në Prime, një kartë që është përdorur dhe vitet e mëhershme, dhe në Big Brotherat e mëparshëm, në me thënë diskutime për religionin, për fen ka qenë pjesë e lojës, mua më duket shumë e padrejtë. Në me thënë, gjatë gjithë kohës, Rogerti po lufton, duke e goditur Selina duke e goditur atë për punën e kryqit. Lëre punën e kryqit, por i kthen dhe historitë më hershme që ti mua më përmend e gruan. Unë e shoh që domethënë e gjitha kjo gjëja bëhet vetëm për vëmendje, bëhet vetëm për Prime, asnjë gjë tjetër. Tani, Selina nuk e ka në asnjë mënyrë të drejtë ta përdorën fjalën o kryqi, ose ta qua një njeri kryq. Rogerti nuk është kryq, Rogerti është njeri, dhe në fund të ditës mund ta prekësh në lojë, mund ta godasësh në lojë, mund ta godasësh për lojën që bën, ka shumë fjalë të tjera për t'ia thënë, por jo fjalën kryqi, sepse është shumë fjalë e neveritshme. Po ku qëndron dështimi i Rogertit? Tani nuk mund të bësh ti si lojtar për çdo muhabet ta bësh dramën, por duke kuptuar që ne jemi në Big Brother dhe flasim për një ambient të izoluar, i cili quhet një reality show, Rogerti njeh shumë mirë këtë strategjinë e reality show dhe mundohet gjithçka, çdo fjalë të thënë, çdo lëvizje të bërë, ta shndrojë në show vetëm për të marrur vëmendjen. Unë e di shumë bukur që Selin nuk ja ka thënë në konotacionin për ta ofenduar besimin katolik, por mënyra se si ja ka thënë Selin, edhe në jetën e përditshme, po t'ia thuash dikujt o kryqi, është ofendim, do me thënë ai njeri i cili i beson atij besimi katolik, është ofendim për të. Sepse normalisht ti e prekish në gjën më të shenjtë që ai e ka, dhe kjo nuk është e tolerueshme. Dhe me patjetër që duhet sonte të diskutohet në Prime që një herë për gjithmonë këto kartat të besimit, kartat të religionit të mbyllen për të gjithë banorët, se nuk është e bukur. Domethënë loja le të bëhet në kuadër të lojës, në interes të lojës dhe jo në mblefe dhe në inate të tjera. Por si që duket, unë akoma kam ato dyshimet e mia me thënë drejtën, Selin dhe Rogert duan të faktorizojnë njëri tjetrin dhe realisht edhe Selini nuk kaloi pa Rogertin, edhe Rogerti nuk kaloi pa Selin. 2 ditë që Selini ishte në gjumë, nuk ndjeshte mirë, ishte e thyer shpirtërisht, do të thënë u mërzit tepër, Rogerti u shua krejt, nuk kishte me këtë diskuton, nuk kishte debate dhe automatikisht ditën e sotme unë e
kam kuptuar që Rogerti e ka të vetmen banore që mund të krijojë debate në shtëpi kaq të flakta dhe mund t'i çojë këto debate e ka Selin. Sepse Rogerti sot filloi pak të jetë më atraktiv, nga që mbrëm qëndronte në heshtje, nuk kishte se me këtë krijon debate dhe Rogerti në qoftë se sipas logjikës time gjithmonë, në qoftë se nuk del një natë në Prime, ai s'ka bërë asgjë. Rogerti dëshiron që të jetë epiqendra e Prime-it. Dhe për këtë gjë është duke e bërë të gjithën këtë situatë. Ndërsa Selin ka ca përgjigje arrogante, ka ca qëndrime arrogante, apo ato qëndrimet me koklartësi që vetëm Selin në fakt i kupton se si i thot, vetëm Selin e merr vesh se çfarë ka thënë dhe normalisht këto përgjigjet e saj prekin, lëndojnë, siç u lëndua sot Rogerti dhe ndoshta një shoqëri e besimit katolik. Unë dua që banorët të mos të dalin nga konotacioni i fjalëve që thonë, edhe Selina e kishte për detyrën t'i sqarohet Rogertit, jo t'i sqarohet nga frika, po në momentin që i sqarohesh të Rogertit, i sqarohesh të një shoqërie të tërë. Dhe ajo do qëndronte e qetë, se në momentin që Selin mban inat, është kokë fort, sepse Rogerti dëshironte që ta vazhdon si debat, se Rogerti e ka në interes, sa më gjatë ta vazhdon është interesi i tij. Do me thënë, Selina ja ndalonte sepse e dije që nuk e ka thënë për atë gjën dhe e dije që nuk e ka për do me thënë për ta biseduar dhe sqaruar me Rogertin, por nga që ja ka mësuar lënë Rogertit dhe Rogerti e ka për interes këtë gjën, dhe për këtë arsye do me thënë, ai u revoltua më së shumti dhe e vazhdoi si dram. Tani Juela, nuk e di se ç'bën Juela në të gjitha temat, Juela është në të gjitha diskutimet e Rogertit, unë e kuptoj që ti vdes të marrësh vëmendjen, po priti çik, do me thënë, jo në çdo gjë ti ke pjesë, jo në çdo gjë ti ke vlerë. Rogerti e pa që dëshironte komplet shtëpinë ta futën në grindje, komplet shtëpinë ta futën në diskutim, por mendoj që edhe banorët e shtëpisë kanë arritur ta kuptojnë këtë strategjinë e Rogertit, që mundohet të bëjë gjithçka vetëm e vetëm për vëmendje dhe nuk i futen në lojë. Dhe ndoshta pse nuk i futën në lojë banorët, pse nuk janë mbështetën atë inatin, si ta themi, që Rogerti e kishte për këtë pikën, Rogerti u revoltua dhe u acarua edhe më shumë. Do me thënë, thjesht e pash një situatë më shumë të përdorur se sa një situatë vërtet. Tani Rogerti pasi e pas ka me kaq vlerë, do me thënë kryqin, nuk ka nevojë ta përdoron kaq shumë, sepse ai njeri që e ndjen e ka në shpirt, nuk e përdor, ai e ka në shpirt. Sado që t'ja përmendësh atë ti nuk mund ta lëndosh. Dhe në këtë rast, do me thënë, unë mendoj që Rogerti u mundua që ta përdor si situatë, nuk është se u prek aq shumë. Tani nëse janë të zotët opinionistët, t'ia thon këto gjëra sonte Rogertit, okay, por me Rogertin e kanë frikë ato dhe e kanë dëshmuar dhe nuk mund të flasin. Do me thënë, thjesht produksioni i ndalon, sepse Rogerti është Rogerti dhe u aprish të gjitha matematikat produksionit. Ky është një reality show, për banorët e tjerë ndryshe, për Rogertin ndryshe.